Hillbrow, Johannesburg, Afrika e Jugut. E vendosur në Johannesburg, Hillbrow është lagja më e dendur e populluar në Afrikën e Jugut, e njohur për kulturën e saj dhe ndërtesat e larta. Vetëm në veri të distriktit qendror të biznesit të qytetit, Hillbrow është shtëpia e 74.000 deri në 100.000 banorëve, megjithse numrat e saktë mund të jenë të vështira për t'u përcaktuar. Gjatë epokës së apartheidit, ishte një periferi kryesisht e klasës së mesme, por pas përfundimit të segregacionit në fillim të viteve 1990, lagja përjetoi ndryshime të shpejta demografike. Shumë banor u shpërngulën dhe Hillbrow u bë një qendër për afrikano-jugorët dhe emigrantët nga vendet e tjera afrikane që kërkonin mundësi në Johannesburg. Kjo periudhë pa gjithashtu një rritje të vendbanimeve informale dhe mbipopullimit dhe është një vend që është bërë i njohur për shkallën e lartë të krimit dhe një nga zonat më të rrezikshme në Johannesburg. Por përtej këtyre çështjeve, ajo ka një komunitet të gjallë dhe aktiv. Ndërtesat e larta këtu, dikur simbole të arkitekturës moderne, tani shpesh qëndrojnë në gjendje të ndryshme të rënimit. Shumë prej tyre janë ndarë në njësi më të vogla për të akomoduar popullsinë në rritje, duke çuar në mbipopullim të mëtejshëm dhe tendosje të infrastrukturës. Objektet arsimore dhe shëndetësore në Hillbrow gjithashtu kanë luftuar për të përmbushur nevojat e popullsisë së saj, gjithnjë e më të madhe. Një numër iniciativash po punojnë për të ndryshuar këtë dhe për ta kthyer Hillbrow në një komunitet mikpritës dhe shpresohet që gjithë kjo të bëhet një nga zonat më të lulëzuara në Johannesburg në vitet e ardhshme.